Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet destinacioni më i vizituar turistik në jug të vendit. Fluksi i turistëve vendas dhe të huaj ka shënuar rritje edhe gjatë këtij sezoni veror, duke konfirmuar interesin e lartë për qytetin muze dhe trashëgimin e tij kulturore. Sipas të dhënave të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, nga muaji janar deri më tani, Kalana e Gjirokastrës e kanë vizituar rreth 180.000 turist ose afro 15.000 më shumë vizitor. Kalaja e Gjirokastrës aktualisht është vizituar nga 180.000 vizitor në periudhën janar deri në këto ditë të gushtit, me një rritje rreth 10% në krahasuar me ditën e periudhës të vitit të kaluar, pra 15.000 vizitor më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Në muajin gusht, deri në ditët që po flasim, janë rreth 20.000 vizitor, të cilët kanë vizituar Kalana e Gjirokastrës, mes ata ditorë rreth 2.000 vizitorësh për ditë, që është një shifër e konsiderueshme për numrin e vizitorëve për njësitë të trashëgimisë kulturore. Rritja është e qëndrueshme, por normalisht duke patur parasysh dhe numrin të lartë të vizitorëve, nuk presim një rritje më të madhe se kjo për periudhën korrik gushtator, ndërkohë që muajt e tjerë ka patur një rritje të konsiderueshme në përqindje dhe në numër vizitorësh. Sipas të dhënave, numrin më të lartë të vizitorëve përgjatë këtyre 2 muajve e mbajnë turistët e huaj. Sipas të statistikave që Drejtoria Rajonale disponon, në muajin korrik gusht, mbi 85% e vizitorëve janë vizitorë të huaj të cilët vizitojnë Kalana e Gjirokastrës. Me sezonin turistik që vijon të jetë në kulmin e tij, institucionet e trashëgimisë kulturore presin që numri i vizitorëve të vazhdojë të rritet edhe më tepër gjatë javëve në vijim.